Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot po të keni mundësinë të ndiqni. Gjirokastra u shpall destinacioni më turistik në rang kombëtar për aktivitetet dhe festat lokale në TEA Awards 2026. Qyteti i Gurtë u vlerësua për gjallërinë kulturore, organizimin e eventeve dhe promovimin e trashëgimisë. Ndërkohë që kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi theksoi se çmimi i përket çdo qytetari dhe profesionistit të turizmit. Me vlerësime u nderuan edhe Bashkitë Përmet dhe Sarandë. Fermerët e qarkut Gjirokastër po marrin asistencë pranë zyrave të bujqësisë dhe agropikave për të aplikuar në portalin e-Albania në kuadër të skemës kombëtare të mbështetjes 2026. Fermerët vlerësojnë skemën si një mundësi të rëndësishme për prodhimin, investimet dhe zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë. Në 4 mujorin e parë të vitit është rritur ndjeshëm pagesa e kontributeve në skemën e sigurimeve shoqërore në qarkun Gjirokastër. Sipas drejtorisë rajonale, interesi është shtuar kryesisht nga fermerët, të nxitur nga programet mbështetëse dhe subvencionet në bujqësi. Rreth 600 fermerë kanë derdhur kontributet e tyre duke rritur pjesëmarrjen në skemën kombëtare. Në kuadër të rritjes së profesionalizmit dhe forcimit të brezit të ri, forcat e armatosura të Shqipërisë zhvilluan ditën e informimit në Universitetin e Gjirokastrës e Qerem Çabej. Aktiviteti organizuar nga Qendra e Personel Rekrutimit prezantoi për studentët programet e studimit, trajnimet dhe mundësitë e karrierës në ushtri, duke i nxitur të rinjtë të eksplorojnë profesionet në shërbim të sigurisë kombëtare. Ju njohim tani më gjërësisht. Gjirokastra u shpall destinacioni më turistik në rang kombëtar për aktivitetet dhe festat lokale në TEA Awards 2026. Qyteti i Gurtë u vlerësua për gjallërinë kulturore, organizimin e eventeve dhe promovimin e trashëgimisë. Ndërkohë që kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi theksoi se çmimi i përket çdo qytetari dhe profesionistit të turizmit. Me vlerësime u nderuan edhe Bashkitë Përmet dhe Sarandë. Qyteti i Gurtë u shpall kampion kombëtar për aktivitetet dhe festat lokale në eventin prestigjos TEA Awards 2026 zhvilluar në një mbrëmje gala në Pallatin e Brigadave në Tiranë. Ceremonia e ndërtuar mbi ndërthurjen e muzikës, artit dhe turizmit solli në qendër të vëmendjes, promovimin e destinacioneve shqiptare dhe figurave që kontribuojnë çdo ditë në imazhin bashkëkohor të vendit. Kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi në fjalën e tij u shpreh se ky çmim i takon çdo qytetari, sipërmarrësi dhe profesionisti që punon për turizmin dhe trashëgiminë kulturore të Gjirokastrës. Faleminderit të gjithëve që me punën dhe pasionin tuaj e bëni Gjirokastrën gjithnjë më të veçantë, duke cilësuar vlerësimin si një sukses të përbashkët të komunitetit gjirokastrit. Po dhe Gjirokastra i ke thënë të tëra, shumë faleminderit Zana. Gjirokastra është me fat në fakt, e ka rastisur që Ministria e Turizmit dhe Kulturës, Ish Ministria, Mirela Kumbaro, po tani edhe dhëndri Gjirokastrit, edhe Blendi është dhëndri Gjirokastrit, kështu që jemi detyruar në fakt të bëjmë aktivitete, edhe ministër nuk ka më mirë se Gjirokastra besoj që kultura dhe turizmi shkojnë bashkë dhe dyja këto bashkë krijojnë ekonomi. Krijojnë ekonomi për Gjirokastrën, për rajonin, sepse ne jemi një rajon gjithë bashkë, të 7 bashkit, edhe përfitoj nga rasti të falenderoj gjithë ambasadorët që janë këtu mes nesh, se shumë prej tyre janë dhe ambasadorë Gjirokastrës. Edhe pa ta ne nuk do të kishim mundësi të bënim kaq shumë aktivitete. Përveç Gjirokastrës, me çmime të rëndësishme u nderuan edhe Bashkitë Përmet dhe Sarandë për kontributin e tyre në zhvillimin e promovimit dhe turizmit në nivel kombëtar. TEA Awards 2026 u shndrua në një platformë të fuqishme rihetëzimi, ku theksua roli inovacionit të digital në transformimin e sektorit turistik. Në qendër të vëmendjes qëndroi platforma kombëtare e turizmit TEA, një iniciativë që bashkon teknologjinë, kulturën dhe përvojën turistike për të prezantuar Shqipërinë moderne dhe autentike në tregjet ndërkombëtare. Gjatë një vizite zyrtare në Austri, Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi një mision studimor në Universitetin Boku në Vjenë. Kumbaro theksoi se përvoja austriake është shumë e rëndësishme për procesin e rishikimit të ligjit të arsimit të lartë në Shqipëri, sidomos për profilizimin e universiteteve, ndërkombëtarizimin, rritjen e cilësisë dhe harmonizimin me praktikat më të mira europiane në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian. Ndjekim prononcimin e Ministres Kumbaro. Përshëndetje nga Vjena.
në zemër të Universitetit Boku. Universiteti tashmë i njohur në Tiranë për bashkëpunimin disa vjeçar me Universitetin tonë Bujqësisë. Në përfundim të një misioni 2 ditor, ku kishim jo vetëm qëllim për të përforcuar marrëdhënien me këtë universitet, ekselencën në fushën e agrikulturës dhe të pylltarisë, por edhe takime shumë të rëndësishme në Ministrinë e Arsimit, në diskutime të gjata për një asistencë ligjore dhe një përvojë të jashtëzakonshme të universiteteve austriake, në kontekstin ku ne kemi filluar punën për rishikimin e ligjit për arsimin e lartë. Gjithë bota universitare në Shqipëri e di që kjo punë ka filluar, kemi pasur shumë takime, por përvojat më të mira të vendeve të cilave duam t'ju afrohemi dhe t'ju bashkohemi në procesin e integrimit evropian janë shumë të rëndësishme. Përvojë vyer, këshilla të mira dhe bashkë do të vazhdojmë për produktin final të cilin do të ndajmë së bashku hap pas hapi me të gjithë ekosistemin e arsimit lartë në Shqipëri. Objektivi është profilizimi, ndërkombëtarizimi dhe njëjtësimi me atë që na pret, Bashkimi Evropian. Fermerët e qarkut Gjirokastër po marrin asistencë pranë zyrave të bujqësisë dhe agropikave për të aplikuar në portalin e-Albania në kuadër të skemës kombëtare të mbështetjes 2026. Fermerët vlerësojnë skemën si një mundësi të rëndësishme për prodhimin, investimet dhe zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë. Vetëm në 3 ditë kanë aplikuar 150 fermerë. Në qarkun e Gjirokastrës ka nisur aplikimet për skemat kombëtare të mbështetjes në bujqësi, ndërsa interesi i fermerëve paraqitet i lartë, kryesisht në sektorin plektoral. Sipas të dhënave paraprake, deri në këto momente kanë aplikuar rreth 150 fermerë në të gjithë qarkun. Jetoj në zonën e Dropullit, kam blet, kam gjithë gjallë, vi, pula. Është një ndihmë, edhe si vjetë thuhet që është difishuar, ajo është një ndihmë akoma më e mirë. Por për ato ilaçet, për ato ndrimet e koshereve, për njërën, është një farë ndime. Do zgjerojmë më tepër në blet. Ondi, se bleta është shumë specifike dhe shumë e kënaqshme. Po, kemi aplikuar dhe këto 1-2 vitet e fundit kemi marrë. Por na vjen në ndim se me ato lek sigurojmë bazën ushqimore të blektorisë. Dhe në ndimon shumë. Përmendur aplikimin në kohën që hapen ato datat për aplikimin e paraqitemi të zërat e bujqësisë të aplikojmë e kaq. Unë kam 200 kokë dhe aplikoj për ato 200 kokë që kam edhe të shumë. Deri tani kemi marrë, të kënaqur jemi. Nga 12.000 që ke për krerë është bërë 15.000. Marrim një diçka. Marrim për shembull zajren. Marrim jonxhin ose misrin. Specialisti i bujqësisë Balil Bineri shprehet se interesi më i madh i fermerëve është për 4 prej skemave mbështetëse, kryesisht ato që lidhen me zhvillimin e blektorisë dhe mbështetjen e fermerëve aktiv në zonat rurale. Ka pasur interes për skemat e blektorisë, për tu fëmbas të matrikuluar për të imtat dhe gjedhin, gjithashtu edhe për bletarin, ndërkohë përgjithsisht kanë marrë asistencë teknike për mënyrën e aplikimit dhe për dokumentacionin që duhet të plotësojnë fermerët për masën 8, e cila është mbështetje financiare për kulturat e mbjella, duhet të përgatiten, duhet të marrin masat, së pari duhet të kontrollojnë, për pjesën e blektorisë duhet të kontrollojnë sistemin ruda, ta kenë të përditësuar, pasi aplikimi duhet të bëhet me atë numër krerësh ose numër zgjojesh, që është pasqyruar tek sistemi ruda. Duhet të marrin masa për përgatitjen e dokumentacionit për sa i përket pjesës masës 8 për kulturat e mbjella. Pra, edhe për këtë ka një përvojë nga vitet e kaluara, pasi është ai dokumentacion që është përdorur për masën e mbështetjes naft për punimet e mekanizuara, me qëllim që aplikimi të kryhet i plot, të përditësohet gjithashtu edhe numri i llogarisë bankare.
Shifrat tregojnë se programet mbështetëse kanë dhënë rezultat konkret edhe gjatë vitit të kaluar. Për vitin 2025 kanë aplikuar gjithsejt 3073 fermer, ndërsa kanë përfituar 2964 prej tyre. Ndërkohë, procesi i aplikimeve për vitin 2026 do të qëndrojë i hapur deri me 25 qershor, duke u dhënë mundësinë fermerëve të përfitojnë nga mbështetja financiare për zhvillimin e aktiviteteve të tyre bujqësore dhe blegtorale. Në 4 mujorin e parë të vitit është rritur ndjeshëm pagesa e kontributeve në skemën e sigurimeve shoqërore në qarkun Gjirokastër. Sipas drejtorisë rajonale, interesi i shtuar është kryesisht nga fermerët, të nxitur nga programet mbështetëse dhe subvencionet në bujqësi. Rreth 600 fermerë kanë derdhur kontributet e tyre duke rritur pjesëmarrjen në skemën kombëtare. Gjatë 4 mujorit të parë të këtij viti në rang qark, interesi fermerëve për pagesën e sigurimeve shoqërore ka ardhur në rritje gjatë muajve të fundit në qarkun e Gjirokastrës, krahas përfitimeve për pension dhe mbulim shëndetësor. Një ndikim të rëndësishëm ka dhënë edhe lidhja e skemave të subvencioneve në bujqësi me formalizimin e aktivitetit bujqësor. Sipas specialistëve të sigurimeve shoqërore, gjithnjë e më tepër fermerët po drejtohen pranë institucioneve për të kryer pagesat dhe për të përfituar nga skemat mbështetëse të shtetit. Shumica e fermerëve kanë të njohur, mund të themi që nga periudha janar deri në prill, shumica e kanë zauruar pagesën e kontributeve shoqërore për sa i përket vitit 2026. Ata që kanë mbetur ta quajmë pa i kryer këto pagesa, janë të mirëpritur, ne jemi në shërbim të tyre. Për sa i përket përqindjeve, po të flasim me përqindje, ne jemi me realizim në bazë të planit që ka dhënë ISOSH-ja, që ky realizim plani do të thotë që dhe pritshmëria është e mirë dhe e lartë. Sipas të dhënave nga janari deri tani, rreth 600 fermerë kanë paguar sigurimet shoqërore në qarkun e Gjirokastrës. Si numër kontribuesish janë për periudhën janar-prill që u mbyll, janë diku tek 1300. Si numër fizik në të gjithë qarkun deri më sot nga sektori i vetëpunësuarve në bujqësi kanë qenë 1493. Ndërsa interesi për subvencionet në bujqësi vijon të rritet, institucionet ju bëjnë thirrje fermerëve të kryejnë pagesat e sigurimeve shoqërore në mënyrë të rregullt si një mundësi për të përfituar përfitime sociale dhe mbështetje financiare për aktivitetin e tyre. Bashkia e Delvinës po arton masat parandaluese ndaj zjarreve duke vendosur theksin tek toleranca zero për zjarrvënjet e qëllimshme. Drejtori i kabinetit Ersi Hamiti thotë se qëllimi është të rritë ndërgjegjësimin e komunitetit dhe të forcohet mbrojtja e territorit, sidomos pas dëmeve të mëdha që zona përjetoi verën e vitit 2025. Në Bashkinë e Delvinës është zhvilluar takimi i shtabit të emergjencave civile me qëllim marrjen e masave parandaluese për sezonin veror dhe rrezikun e zjarreve në territor. Në këtë mbledhje morën pjesë përfaqësues të policisë së shtetit, shërbimit zjarrfikës, emergjencave civile, shërbimeve publike e të tjerë, të cilët diskutuan koordinimin ndërinstitucional për përballimin e situatave të mundshme emergjente si ato që u regjistruan në këtë bashki për shkak të zjarreve vitin e kaluar. Në këtë mbledhje sot u diskutuan çështjet për parandalimin e zjarrit, duke qenë sepse vitin e kaluar Bashkia Delvinë dhe njësia administrative e saj Vergo patën dëme të konsiderueshme materiale në blegtori, bujqësi dhe shtëpi, dhe pikërisht për të neve jemi në hapat të hershme, për të parandaluar dhe marrë masat për gjithë mbarvajtjen e sezonit të verës. Aty ne diskutuam reorganizimin, ndarjen detyrave, monitorim të vazhdueshëm në bashkëpunim me Policinë e Shtetit për gjitha zonën, teritorin që janë me risk për zjarre, dhe përsëri ne do të kemi takim të radhës me kryepletet gjitha fshatrave, blegtorët të cilët operojnë në zonat malore. Gjatë takimit u theksua nevoja për forcimin e masave parandaluese, monitorimin e zonave me risk të lartë dhe reagimin e shpejt në rast të zjarresh. Sipas drejtorit të kabinetit të Bashkisë Delvinë Ersi Hamiti, institucionet do të veprojnë me përgjegjësi maksimale gjatë këtij sezoni, ndërsa zjarrvënjet e qëllimshme do të trajtohen me zero tolerancë.
Toleranca e gjithë zjarrvënësve këtë vit do të jetë 0 dhe me masa më të ashpra duke marrë parasysh dëmet e konsiderueshme që na la pas viti 2025. Kemi thirrje për gjithë barinë që operojnë në zonat malore të qytetit të Delvinës të jenë të ndërgjegjshëm për zjarrvënjet që ata krijojnë me dashje apo pa dashje, ose në rast se në përshkaqe natyrore, siç edhe ka ndodhur nga rufeta apo kështu, ata të jenë bashkëpunues menjëherë me organet kompetente për të pjesë, që mos ta lëmë domethënë nga një burim i vogël të arrijmë në dëmet marramëndse siç pat në vitin e kaluar. Në vijim Bashkia e Delvinës do të vijojë takimet informuese dhe me kryepleqt dhe banorët e fshatrave, me synim rritjen e ndërgjegjësimit dhe përfshirjen e komunitetit në parandalimin e zjarreve. Autoritetet vendore theksojnë se bashkëpunimi me qytetarët mbetet një element kyç për një sezon veror të sigurt. Në kuadër të rritjes së profesionalizmit dhe formimit të brezit të ri, forcat e armatosura të Shqipërisë zhvilluan ditën e informimit në Universitetin e Gjirokastrës e Qerem Çabej. Aktiviteti i organizuar nga Qendra e Personel Rekrutimit prezantoi për studentët programet e studimit, trajnimet dhe mundësitë e karrierës në ushtri, duke i nxitur të rinjtë të eksplorojnë profesionet në shërbim të sigurisë kombëtare. Ditët e informimit, një aktivitet i organizuar nga Qendra e Personel Rekrutimit në ambientet e Universitetit e Qerem Çabej, solli për studentët mundësitë më të reja të karrierës në forcat e armatosura të Shqipërisë. Përfaqësuesit e qendrës prezantuan kuotat e studimit të hapura për vitin akademik 26-27 në Akademinë Ushtarake të Greqisë, Italisë dhe Kosovës, si dhe në fusha që përfshin forcat toksore, forcat etare, shërbimet mbështetëse si dhe programe të specializuara si mjekësia, juridiku, informatika dhe inxhinieria navale. Ofrojmë programe studimit kryesisht në shtetin grek, Greqi. Janë 5 programe studimi, të cilat janë programe studimi për student oficer të forcave toksore, për oficer të forcave tetare, për oficer të shërbimeve të forcave të armatosura, për programet specialitetet si që janë mjekësi, juridik edhe informatik. Janë programe shumë të kërkuar, edhe nga forcat armatosura, por edhe shumë interesante për të rinjtë si puna juaj. Në programet tona, studentëve i ofrohet akomodimi falas pranë hoteleve të këtyre akademive. Gjithashtu ofrohet një pagë, e cila fillon nga paga që është ekuivalente me pagën e oficerit. Ata që do shërbejnë si rezervist në gradën ushtar, mjafton të jenë me arsimin nënvjeçar dhe pranojnë dhe në moshën 50 vjeç. Ata që janë me shkollën mesme, që duan të shërbejnë sërish si rezervist në forcat armatosura, pranojnë dhe në 55 vjeç për nën oficer. Nëse ata me shkollë lartë si puna juaj, duan të shërbejnë si rezervist, pranojnë dhe në moshën 60 vjeç. Ushtria ka një prioritet më shumë se çdo sektor tjetër, shkak dhe të uniformës, është një specifike veçantë, qoftë në trajtime, qoftë në ato benefitet që fiton vetë personi, familja, rast se është pjesë e strukturës forcës armatosore. Gjatë aktivitetit u shpjeguan kriteret e aplikimit, dokumentacioni nevojshëm dhe procedurat e përzgjedhjes. Studentët patën mundësinë të diskutojnë drejt për drejt me oficerët e rekrutues dhe të informohen mbi rrugët e karrierës që ofron struktura ushtarake shqiptare. Aktiviteti u vlerësua si një mundësi e rëndësishme për të ofruar të rinjt në institucionet e sigurisë dhe për të nxitur formimin profesional në fusha me rëndësi strategjike për vendin tonë. Në Universitetin e Gjirokastrës, në kuadër të projektit Trill u mbajt konferenca angazhimi komunitar i mësuesve në zonat e marginalizuara të komunitetit rom në Shqipëri. Ndër të tjera në to, prezantuan edhe 2 studime të kryera nga studentët të këtij universiteti mbi martesat e hershme dhe ndikimin e familjes në arsimin e fëmijëve rom.
Konferenca Angazhimi komunitar i mësuesve në zonat e marginalizuara të komunitetit rom në Shqipëri mblodhi në Universitetin e Qerem Çabej pedagog, student dhe përfaqësues të institucioneve arsimore për të diskutuar mbi sfidat dhe rëndësinë e një arsimi më gjithëpërfshirës dhe më të ndjeshëm ndaj realiteteve sociale. Diskutimet u fokusuan te historiku i komunitetit rom, metodat e gjithëpërfshirjes në arsim si dhe studimet akademike mbi arsimimin e komunitetit rom në Gjirokastër. Konferenca solli gjithashtu në vëmendje dy studime të realizuara nga studentët e Universitetit e Qerem Çabej, Esmeralda Tangu e Sanie Koti, të fokusuara në problematika sociale të komunitetit rom në Gjirokastër, siç janë martesat e hershme dhe ndikimi i familjes në arsimimin e fëmijëve rom. Kemi zhvilluar një studim me temën ndikimi i familjes në arsimin e fëmijëve rom në komunitetin e qytetit Gjirokastër. Gjatë gjithë studimit tonë kemi punuar në lagjen Zinxhira të qytetit Gjirokastër, ku kemi punuar me pyetësor, ku kemi marrë në pyetje familje të ndryshme për ndikimin e arsimit tek fëmijët e tyre, se si ndikon ky arsim, sa është frydhense arsimi në zhvillimin e familjeve të tyre, por edhe të jetës shoqërore dhe sociale në familjet rome. Tema ku unë jam përqendruar janë faktorët dhe elementët që ndikojnë në martesat e hershme të komunitetit rom. Sigurisht që kjo ka pasojat e veta kur këto martesa janë të hershme dhe ne kemi njohur historikun e këtij komuniteti dhe arsyet pse ndodhin këto martesa të hershme, por gjithashtu edhe pasojat që jep kjo martesë e hershme në komunitetin rom mbi vajzat dhe djemtë të këtij komuniteti. Aktiviteti u organizua nga Universiteti e Qerem Çabej, njësia bazë e edukimit dhe metodologjisë së mësimdhënies në bashkëpunim me organizatën Vish Këpuctemia me drejtues ekzekutiv zotin Ram Hadroj në kuadër të projektit Trill. Doktore Loreta Mamani, pedagogja mentore e dy studentëve të Universitetit e Qerem Çabej, thotë se këto studime synojnë të sjellin evidencë konkrete mbi faktorët që ndikojnë në përjashtimin social dhe arsimor të këtij komuniteti. Projekti Trill është një iniciativë akademike dhe kërkimore që synon promovimin e studimeve mbi komunitetin rom në Shqipëri përmes bashkëpunimit ndërmjet universiteteve, pedagogëve dhe studentëve. Një ndër objektivat kryesore të tij është dhe ngritja e zyrës së kërkimeve mbi komunitetin rom në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës, me bashkëpunimin e 5 universiteteve përfshirë dhe Universitetin e Qerem Çabej Gjirokastër. Unë kam qenë pedagogja mentore e dy studenteve të Universitetit e Qerem Çabej Gjirokastër, ku kemi realizuar 2 studime shkencore të fokusuara tek komuniteti rom në Bashkinë e Gjirokastrës, duke trajtuar 2 problematika kryesore, shumë të rëndësishme sociale, martesat e hershme dhe ndikimi i familjes në arsimimin e fëmijëve rom. Këto studime synuan të sjellin evidenca konkrete mbi faktorët që ndikojnë në përjashtimin social dhe arsimor të këtij komuniteti. Të dy studimet përçojnë një mesazh të rëndësishëm për mirësimin e jetës së komunitetit rom. Ky përmirësim kërkon ndërhyrje të integruara, kërkon mbështetje ekonomike, fuqizim të vajzave, edukim dhe politika gjithëpërfshirëse afatgjata. Si pedagoge dhe psikologe e vlerësoj shumë angazhimin e studentëve në trajtimin e këtyre temave me ndjeshmëri sociale dhe qasje shkencore, duke kontribuar në ndërgjegjësimin dhe adresimin e problematikave reale të komunitetit. 2 kanë qenë shtysat të cilat ne kemi kryer këto studime, mungesa e studimeve për komunitetin rom në Gjirokastër, si dhe rezultatet dhe rekomandimet e këtyre studimeve let ju vinë në ndihmë sadopak studiuesve kombëtar dhe ndërkombëtar. Në kuadër të këtij projekti u realizuan 10 studime shkencore nga studiues të rinj, të cilat janë botuar në librin Ndikimet shoqërore 5. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.